qytetin e Lushnjës ka disa detaje të reja, paktën nga burimet bëhet me dije se personit ndaj të cilit është qelluar në automjet dyshohet se është Julian Sula, nëse i kthehemi historikut është një person jo pak i njohur në fakt për drejtësinë, teksa kjo e fundit i ka sekuestruar dhe konfiskuar më herët edhe disa pasuri, i akuzuar për krime kundër personit dhe për lëndë narkotike, i njohur ndryshe me nofkën, le të themi kështu, Juli i Bashakos, ndërsa në automjetin e djegur, që është gjetur vetëm pak momente pas kryerjes kësaj ngjarjeje në Lifaj, është gjetur edhe një armë e tipit pistolet, e cila nuk dihet nëse është ajo e përdorur apo autorët ose autori ka marrë të tjera armë dhe ndoshta i ka larguar nga vendi i ngjarjes. Gjithsesi këto janë të rejat të paktën e deri më tanishme, konfirmohet nga burime që nuk ka persona të vrarë, nuk dihet ende nëse kemi të bëjmë me plagosje apo jo të personit që ka qenë shënjestër, teksa ka disa burime që citojnë se ka mbetur i plagosur nga kjo ngjarje e rëndë Julian Sulo, megjithatë këto janë burime paraprake dhe nuk dihet se si raportohet apo thjesht gjendja e tij shëndetësore. Teksa deri në këto momente mungon një reagim zyrtar për mediat nga ana e policisë së Lushnjës për të hedhur më shumë dritë rreth të paktën informacione shtesë nëse do të ketë të tilla, ajo që dihet është se ka lëvizje për të kërkuar në zonë përreth dhe janë ngritur disa postobllogje për të rënë ndoshta në gjurmët e autorit apo personave, ndoshta mund të ketë qenë shumë në këtë automjet që dyshohet se është përdorur pra për të kryer këtë ngjarje kriminale në kufit e atentatit, por për fat mirë pa viktima, teksa dyshohet se ka mbetur i lënduar pra personi që po ashtu dyshohet se ka qenë në shënjestër të kësaj ngjarje, pra Julian Sula, një person me precedent të mëparshëm dhe i njohur nga autoritetet policore dhe institucionet e tjera të drejtësisë në vitet e kaluara. Ndërkohë, sapo kemi edhe njoftimin e policisë së Lushnjës, ku thuhet se rreth orës 10:40 në afërsi të stadiumit Lushnjë, dyshohet se është plagosur në këmbë me armë zjarri shtetasi JS 45 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Është ky person që shikonin në foto, pra është Julian Sulo, që ka mbetur i plagosur nga kjo ngjarje. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve në afërsi të fshatit Lifaj. Ndërkohë është konstatuar një automjet duke u djegur, i cili dyshohet se u përket autorëve, thot policia ndër të tjera, teksa grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes. Pra bëhet fjalë për këtë person që jeni duke parë në foto, që policia identifikon me inicialet JS 45 vjeç dhe që është shtetasi Julian Sula. Jeni duke parë edhe një herë këto pamje, më herët ishin gëzhojat e shumta, 10 të tilla dhe gjetura dhe konstatuara nga grupi hetimor në vendin e ngjarjes, ndërkohë në një pjesë tjetër në fshatin Lifaj është gjetur një automjet i djegur që dyshohet se është përdorur për të kryer këtë ngjarje të rëndë, ku theksohet për fat mirë pa viktima, por personi shënjestrat paktën kështu dyshohet ka mbetur i plagosur në këmbë dhe po merr shërbim mjekësor e ndodhet jashtë rrezikut për jetën.